vlerësimet e mia më të mëdha për ata studentë që morën pjesë në Olimpiadë dhe na përfaqësuan me dinjitet. Jam këtu për të përshëndetur këtë grup, do të them që kanë qenë rreth 40 studentë. Midis tyre kanë qenë 20 infermierisë që kanë ushtruar profesionin e tyre pa u vënë re. Ata i kanë luajtur më së miri rolet e tyre dhe kanë bërë që Olimpiada të shkonte më së miri. Sot dua të ndaj medaljen e tretë të artë me pikë maksimale, që keni marrë ju për organizimin e kësaj Olimpiade. Vetëm mirënjohje për këtë që bëtë ju. Studentë të universitetit nuk janë vetëm për procesin mësimor, por edhe një ndihmë e madhe për të gjitha aktivitetet social-kulturore që zhvillohen. Të jeni më aktivë në jetën social-kulturore jo vetëm të universitetit, por edhe të qytetit. Ky qytet një nga institucionet më të rëndësishme që ka është universiteti.